në mënyrë që të parandalohen ardhja e terroristëve në vendin tuaj. Pavarësisht mënyrës se si u miratua për shkak të problemeve politike, unë kam parë edhe mesazhet e eksponentëve të opozitës, të cilët e kanë mbështetur rezolutën. Kur ka çështje të mëdha, Parlamenti Shqiptar e gjen unitetin dhe unë falenderoj të gjithë klasën politike pasi është një mesazh i fuqishëm qoftë për Iranin, por edhe për aleatët në NATO dhe BE. Shqipëria është pjesë e kësaj pjese të botës dhe nuk duhet të lejoj organizata terroriste që të veprojnë. Pra, ishte një mesazh shumë i fuqishëm. Zonja ambasadore, duhet ndalim në këto 8-9 minutat fundit, ose më shumë sa dëshironi ju, tek Libani. Ju sot keni bërë një koment për frontin e ri të Libanit. Po ashtu shumë ekspertë në mediat botërore merren me Libanin. Pra, duket sikur më shumë vëmendja është e Libanit tani, sesa tek ajo që ndodh në Iran. Pse duhet ky front i ri në Liban? Në këtë moment flas. Lebanon was not invited, I would say. Libani nuk ishte ftuar, le ta themi në thonjza, në këtë fushat. Për ta sqaruar. Fushata ushtarake që ju shihni mes Izraelit dhe Libanit nuk është mes këtyre dy palëve, por mes Izraelit dhe Hezbollahut. Fatkeqësisht, në 2 dekadat e fundit, Libani është mbajtur peng në fillim nga Siria, pastaj nga Irani dhe mund t'ju a them nga eksperienca personale, kur isha fëmijë në vitet 70, ne shkonim në kufi me Libanin dhe nuk e kalonim. Por kufiri ka pasur një gardh dhe të cilin e quajnim gardi i mirë, pasi libanezët hynin në Izrael për të punuar ose për të marrë trajtim mjekësor dhe ishin shumë të respektuar, ishin miq të mirë dhe fqinj të mirë. Por më pas, në vitet 80 dhe më vonë në vitet 90, kur organizatat terroriste palestineze filluan të organizoheshin, në fillim Hamas dhe më pas Hezbollahu, ato e kthyen Libanin në vatër të rrezikut. Unë kam shumë që thoshin se isi lindjes së mesme. Dhe njerëzit mund të mendojnë një vend me restorante, lokale, por në dekadat e fundit, Hezbollahu e ktheu Beirutin në një vatër të tij dhe u afrua në kufi me Izraelin. Aty ka fshatra të cilat Hezbollahu i ka kthyer në depozita armësh. Mund të shohësh pajisje të avancuara ushtarake, raketa të vendosura në dhomat e njerëzve dhe prej andej filluan të qëllonin raketa ndaj Izraelit.
about this campaign. Kjo ndodhi në dekadat e fundit, por në fushatën ushtarake aktuale, On 2nd of March, Hezbollah më started 2 to launch mars, missiles. Hezbollahu filloi të qëllonte raketa UAVs, unarmed vehicles, përmes dronëve dhe të sulmonte me dronë të telekomanduar. which is about 20-25 kilometers from the border. Yeah, I've been there. In the last 3 weeks, Në 3 javët e fundit, vëllai im my dhe brother, nëna ime, his family, they are coming and going into the shelter. ata Sometimes, kanë they braktisur hear shtëpit bombs, like 50 vazhdimisht për bombs të per night. vendosur në streha In the të middle of the night, sigurta, in the middle of the day. pasi ka pasur And it shumë wasn't bombardime provoked by Israel. deri në Israel 50 concentrated on raketa Iran, në on natë. the targets that Dhe they kjo mentioned nuk u in shkaktua this nga message. Izraeli, nuk u Hezbollah provokua decided nga to chose to Izraeli. participate Hezbollahu and actually zgjodhi të përfshihej implemented what Iran invested in them for years, dhe të to be implementonte atë për të cilën frontline, është close to the border with financuar Israel, ndër like they vite did nga with Hamas Irani. in Gaza, like they are doing Njësoj with si zbëri me për të mbështetur And Hamasin në Hezbollah Gaza, decided to take part, and that's where Israel dhe responded. kjo është arsyeja Having said përse that, Izraeli we u are really përgjigj, trying përse to reagoi. protect the civilians in south of Lebanon, and that's why Kjo we është arsyeja përse ne called the civilians from south of Lebanon to move thirrëm u to bëm the thirrje north to the civilve në Litani jug të River. Libanit I know që të that, evakuoheshin. Lebanon today has over 100,000 people that were evacuated Libani from sot ka going disa to the qindra north. mijëra njerëz You që hear janë the evakuuar government of dhe po Lebanon shkojnë starting drejt to veriut. express their Dhe kjo bëri që resentment edhe to Hezbollah finally. autoritetet Before that, they were saying it libaneze had been closed room. vetë ato 2nd of March, ta the government of shihnin Lebanon ndryshe sent, official Hezbollahun letter to the, dhe I kanë dërguar Security një Council of letër United Nations, Këshillit të saying that they are going to Sigurimit ban të every military OKB-s, activity of Hezbollah. ku This morning thoshin I se read do that të they ndalonin just, çdo aktivitet ushtarak kicked të out the new, Hezbollahut. Iranian ambassador that was supposed to be In Lebanon. to Dhe come to sot Lebanon. They are starting to do some një actions letër, that një should- they should have mesazh ju done many years dërgua ago. ambasadorit The thing iranian is në that they Liban don't have the power to implement it. That's why you dhe në still këtë see mënyrë a lot of activity, military Hezbollahu activity from nuk ka Hamas, from alternativë Hezbollah. për Maybe this të is the place to përmbushur say misionin e that saj. If the countries like France, like other countries Nëse that really vende care si about Lebanon because Franca, they have special connections with Lebanon, not with që Hezbollah. ka lidhje me Libanin, jo me Hezbollahun, They have bëjnë to help thirrje the për government of t'i dhënë Lebanon fund to implement luftës, these atëherë actions, ata duhet to të really ndihmojnë get rid qeverinë of, libaneze Hezbollah që të military heqë activity, qafe to dismantle them from lëvizjen their weapons, Hezbollah, and ta to make sure çmontojë that they atë. don't launch Is that rockets at easy? Israel will stop. Is that easy? It's not easy. Nuk but I have to është e say that, lehtë. there were international forces like from United Nations, Por in south of Lebanon. mund të bëhet Whenever me Hezbollah, forcat e they OKB-s. just- I don't know. I don't want to say they turned a blind eye. Maybe Unë they have nuk po blind them eyes. Maybe they didn't do it on purpose. që But the fact ata that kanë after, mbyllur një sy kundrejt 7th of Libanit. October, we found tunnels of Hezbollah from the Por north, ne kemi 200 gjetur edhe meters from a post tunele të of the UN Hezbollahut soldiers. It shows you that they weren't, really enforcing what gjë they që were supposed to tregon do. se ata And po that is përforconin according to kapacitetet e tyre. resolution, Dhe kjo, 1701 of sipas Security Council, to make sure that rezolutës Hezbollah is not on the border. 1701, It's a very clear resolution. që është një rezolut shumë e qartë, të cilën autoritetet libaneze duhet ta implementojnë. Por ata lejojnë atë dhe Izraeli detyrohet të luftojë dhe pastaj kritikohet.